merë që kjo që më të merë akuma. Po këto i shisnin këto salsat, të bëjmë që i pushim se. I heqi Thomas Müller për zotin s'ta them kot. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më pikant në qytet dhe më të riun sigurisht. Faleminderit gjithë ata që na ndjekin, duhet ta them, në përgjithë rrjetet tona sociale. Tashmë jeni mbi 6 milion views në të gjitha platformat tona, kështu që shumë faleminderit që na ndiqni. Mos harroni ta bëni follow, subscribe dhe like në Instagram, Facebook, TikTok, edhe pse TikTok është mbyllur. Do të themi, atë TikTok është mbyllur, por ata të gjithë që duan të futen TikTok në diaspor, Jo. u fut diftuarin në mes. Mirë se gjeta. TikToku është në proces riedukimi. Riedukimi? A nuk u mbyll? Riedukimi që duhet të do plotësoj disa kritere. Do hapet prap? Nuk do bëj më dëme në jetën e njerëzve dhe në kulturën e përgjithshme dhe mbi të gjitha në marrëdhënie me fëmijët. Dhe pastaj do rikthehet përsëri pasi të jetë riedukuar dhe të përmbushë disa kushte. E morin kontroll. Pa ftuar. Zonja dhe zotrin Taulan Balla, shumë faleminderit që jeni këtu me mua, është një kënaqësi e veçantë. Jeni një ndër aktorët kryesorë të politikës shqiptare në këto 2 dekadat e fundit, sigurisht meqenëse jeni të tifozë i futbollit, do thoya një Thomas Müller i politikës shqiptare, i cili nuk këndohet aq shumë, por zgjidh ndeshjet. Sa figura të tjera gjithmonë. Thomas Müller është rekordmeni i fitoreve të kampionatit gjerman në gjithë historinë e Bundesligës, kështu që faleminderit. Komplimentesh. E pranoj me shumë edhe pse ky është viti i fundit me Bayernin. Duhet largohet, do vi një fund për çdo gjë normalisht. Mirë, ta nisim direkt. Të falenderoj për faktin që pranove një sfidë e cila jo për të gjithë, le të themi, është e vështirë, jo të gjithë e kanë pranuar. Kështu që është doppio privilegj, le të them, që një figurë politike mjaft serioze, do thoya, edhe pse kam informaciona burime të ndryshme që keni një sens humori të jashtëzakonshëm, shumë të rafinuar, gjë që unë personalisht nuk është se e kam vënë shumë re në jetën publike. Nuk e di me cilën nga salsa do përshtatet, por do ta caktojmë fund. Jo, specin në jetën publike kemi parë. Atë e kemi parë që jeni pikant. Nuk ka gjë pa spec. Nuk ka asnjë lloj ushqimi nuk hahet pa spec, edhe ëmbëlsira. Mrekulli, pra i konsumoni këto djegësit. Patjetër. Okej. Salsa e parë quhet bujrum, që praktikisht është një lloj ftese që i bëhet ftuarit, nuk besoj se do hasni vështirësi me atë. Megjithatë, para se të shkojmë te salsa, ju tani keni një rol shumë të rëndësishëm politik për sa i përket diasporës. Çfarë është konkretisht? Çfarë bëni konkretisht se kam kuptuar asnjëherë? Para besoj që biem gjithë dakord që më në fund pas 34 vitesh Shqipëria plotësoi një borxh të madh që i kishte bashkëdhetarëve tanë që jetojnë në diasporë. Ishte pa drejt që ata që kanë një kontribut të pazëvendësueshëm në këto 34 vite në ekonominë e vendit, pra ikën si emigrant, tani nuk janë më thjesht emigrant, është një fjalë tjetër më e plotë, sikurse është fjala diasporë që i përmbledh dhe për këto 34 vitesh kanë kontribuar në ekonominë e vendit dhe kur vinte momenti për t'i pyetur se drejtim duan ata të ketë Shqipëria, pra të kenë drejt në votës, ata ishin përjashtuar. Ka pasur një përpjekje të madhe për ta realizuar votën e tyre, ka pasur edhe një përpjekje tjetër për ta penguar votën e diasporës, por më në fund ja arritëm dhe këto zgjedhje janë momenti i parë historik pas 34 vitesh, pra që çdo shqiptar edhe në diasporë, ata që shfaqën interesin rreth 1/3 milioni atyre që jetojnë në diasporë, vendosën që të shprehen me votë. Dhe tani më jemi në fazën që kanë filluar të mbrijnë edhe votat e parë, ndërsa pothuajse janë nisur të gjitha zarfat drejt adresave që bashkëdhetarët kanë deklaruar. Kush është roli im si drejtuesi i Partisë Socialiste që mbulon diasporën është pikërisht në farë mënyre faza e parë ishte të
reklamonim sa më shumë këtë moment, pra ta promovonim sa më shumë, sepse kishte shumë skepticizëm. T'ju them drejtën shtator, shumë prej bashkëdhetarëve thonë, po ja do e bëni siç keni bërë gjithmonë, se edhe kësaj radhe do dali diçka që do dali bufi në Tiranë, do na e pengoj prapë. Pati tentativa për ta penguar, por Shumë jeni ka me bufin si vetë, më ç'shkemi. jo është muhabet salse, nuk po lëre të flet, këta dikush duhet nuk punoj i edhe hyn natën. punë askujt. As ne as bisedës tonë, po e përmenda si Ne, si le të themi si një pengesë. Një pengesë e hoqëm ashtu. Paf. Qartë. Kështu që arritëm në momentin tani më që vota e vëllezërve tanë, motrave tona në diasporë do të numërohet në secilin prej qarqeve ku ata kanë pasur vendbanimin e fundit. Dhe mendoj që është një arritje e madhe. Shumë skeptik thonin që nuk do të marrin pjesë, 30-40.000, 50.000, 60.000, ja pra që morën pjesë në qerek milioni dhe koha ishte e shkurtë. Kështu që Po pse mushoni kaq shumë që të votojnë këta diasporës, se dikush do thoshte për shembull, një mendje cinike ose një mendje opozitare, do thoshte që pa ata supozohet njerëz që janë larguar nga Shqipëria dhe mbase mund të jetë për shkak të keq qeverisjes. Nuk kanë ndonjë simpati të madhe për të votuar të majtën, aq më tepër atë parti politike e cila është në pushtet dhe që dikush do ta përshkruante edhe si përgjegjëse për këtë largim. Ka diçka që i hedh poshtë gjithë këto që thoni ju. Edhe kjo lidhet më shumti me momentin historik ku gjendet Shqipëria. Pra shqiptarët prej vitit 1991 nisën një rrugtim të ri. Dhe rrugtimi lidhej me atë thirrjen ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve u larguan, sikurse kjo ka ndodhur në shumë vende, madje u bën edhe qytetarë europian vetë një pjesë. Në vërtet. Dhe tani më jemi në fazën e fundit, jemi në 100 metrat e fundit. Pra kemi rëndur kilometra pa fund dhe tani jemi në 100 metrat e fundit dhe 11 maj është si ajo Chelsea që do të zgjedhësh mes të mbyllësh këto 100 metra, pra ta shohësh Shqipërinë në Europë me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, apo të kthehesh prapë në grop ku ishe në 2013 me bufin dhe me... Pra ju thoni Europë. Dhe pse duhet vota e diasporës për shkuar te pyetja juaj është shumë e rëndësishme, është demokratike. Pra ndrejshja e kësaj padrejtësie është një hap i madh, por ne na duhet shumë që edhe diaspora të bëhet pjesë e kësaj vendimarrje. Pra, domethënë mes këtyre dy rrugëve, kë do zgjedhim? Do zgjedhim Europën apo do zgjedhim Gropën? Ne themi me Edin dhe Partinë Socialiste zgjedhni Europën. E pamundur të shkojmë pa Edin në Europë, domethënë. Po i kemi provuar, se ky është problemi, se domethënë ti e ke provuar ku shkon me bufin. E provuar, domethënë se bufi ka mund kisha bërë opozit këtu, po s'po. Lutem, po bufi erdhi në 92. Edhe në 97-ën e shyti Shqipërinë në një grop thellë të paimagjinueshme. Domethënë e la shumë herë më keq se sa ishte keq fare në 92. Po. Dhe pastaj erdhi kjo partia që unë kam derin ta përfaqësoj. Vuri shtetin, ngriti edhe një herë shtetin nga fillimi, bëri një punë caktuar. Erdhi bufi prapë 2005. Dhe edhe diçka, do të dini gjë, se unë jam në farë mënyre edhe një dëshmitar tani më bufi asnjëherë nuk ka fituar në Shqipëri. Edhe në 2005, edhe në 2009, Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë më shumë vota se Partia Demokratike. Erdhi në 2005, në 2013 e la prapë në grop. Një grop të paimagjinueshme. Grop borxhesh, rrugë të lëna rrugëve, kontratat pa paguara, ilaçet pa paguara, pensione të papaguara, madje skema e pensioneve në pikun e vet të falimentimit. Grop. Dhe tani, më fal, e more një herë e çove në grop. E more edhe një herë tjetër e çove në grop. Tani e ka marrë dikush tjetër, Edi Rama dhe Partia Socialiste, ta kanë trefishuar ekonominë.
të kanë trefishuar pagat. Natyrshëm të kanë bërë Shqipërinë një destinacion turistik të pa imagjinueshëm 12 vite më parë, se ti edhe djalë Borshi edhe ja ke pa edhe Kimeti kësaj pune. Jo, unë jam i kënaqur. Po pra, prit. Po Kënaqur jam unë tek bulevard dua edhe jam kërkoj më unë. Ishe 2 milion turistë në 2013 u futur brenda dhe vëllezërit e motrat tona të Kosovës edhe të Maqedonisë Veriut. Sot ke shku 12 milion, këtë vit do ta mbyllësh 13 e ca. Dhe gjithë këto sa jemi si vjet, sa do vemi? Do shkojmë mbi 13. Mbi 13 milion vizitorë. Me këtë trend që ka, parashikohet më shumë se vjet. Po 11.4, 11.5 ka qenë vjet që t'jemi fiks. Vjet par vjet, 11.5. 11.5. Qose vjojmë kështu, do shkojmë me këtë ritëm, rritje shkojmë aty. Bujrum. Dhe mos harroni që se shumë pyesin, po çfarë na ka dhënë kjo? Shiko se ne s'kemi bukë të ham, se një sekond. Pra çfarë janë këta njerëz që flasin kështu? Jo, një sekond, padyshim që turistët nuk vinë me çanta me bukë me vete dhe të vinë të shpërndajnë tu. Po turistët sjellin 5.4 miliardë euro në Shqipëri. I harxojnë në Shqipëri. Janë cikël ekonomie në Shqipëri. Dhe nga këto, ajo që ne kemi bërë dhe duhet ta bëjmë edhe më mirë është që se si këtë zhvillim ekonomik që po sjell turizmi, ta bëjmë përfitimin, ta bëjmë më gjithëpërfshirës që nga këto mishi pulës që ke sjellti këtu, të shpërndahet në mënyrë më të barabartë. Falenderoj KFC. Po edhe unë ta falenderoj, edhe pse do doja të ishe në kalastren peqini, po në rregull është. Po me lidhën pulbe. Po mirë, se po në rik nga mëzëqeja atë. Pra gjithë mirat solli PS-ja. Shko, jo, të jetë gjithë përfshirëse dhe synimi ynë është fokusi veçantë është tek pensionet dhe ky do të jetë mandat i dedikuar kësaj pjese sepse to të ardhurat që po vinë nga turizmi do të na japin më shumë mundësi që dhe synimi ynë është që të mos kemi më pensione nën 200 euro në Shqipëri dhe të shkojmë te pension mesatar 400 euro. Kështu që është diçka që është synimi ynë, por tani bëj krahasimin ti. Tani bëj krahasimin. Po asnjë krapula më. Ja ku i ke. Dhe krahasimi kjo është e pastër. Çfarë deshin në këtë emision? Dhe kjo shiko si është, nuk e di çka ke futur brenda aty, po sponsorin potencial të emisionit tim, Cola ose Pepsi, ngelet për tu parë. Dakord. Dhe ajo që shqiptarët duhet zgjidhin është të zgjedhin Europën apo të zgjedhin Gropën. Dhe unë them që të zgjedhin Europën. Me ritmet që po shkon në Europë, po shkon çik Gropa më. Shiko. Para është Europa, Bashkimi Evropian, se Europa është kontinenti i vjetër. Bashkimi Evropian është organizata më e suksesshme e të kaluarës. Ose bashkimi më i suksesshëm në historinë e njerëzimit. Po, në histori se tani lutem. Po mbet kredibilitet. Të lutem, në historinë e njerëzimit. Të jeni sigurt. Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian dhe lërini këta interpretueshme. Lërini këta fatalistët, por për Shqipërinë, siç thoshte rilindës i uni madh në Infrashri, dielli lind ande nga Perënda. Kështu që ne rrugë tjetër nuk kemi. Edhe nuk kemi as plan tjetër, kemi vetëm plan A, nuk ka plan B. Dhe plani A me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste është që në 2029 ne të kemi ratifikuar edhe marrëveshjet për antarësim në parlamentet vetëanëtare dhe ta shohim vetëm. Po s'na futet ç'a do bëni pastaj? E zëm se s'na futet. Ç'a do bëni? Do dalësh kërkosh falje publikisht? Se je edhe kështu, je nga zona nga duhet tani. E kupton? Edhe mendoj që të pëlqeni çik ta shohësh atë flamurin e Shqipërisë mua atje. Mu në qendër Brukselit atje. Thashë të thënë qendër Borshit. Se ne në qendër Borshit e mbajmë. Jo si ca e ca, domethënë. Ta themi edhe këtë. Hapi që se ti e ke mo aty rrezik. Çka kam aty? Unë kam monedh i lirë këtu. Po pra fiks. Po fiks pra fiks. Pasardhës pra i më të mirëve të botës janë. Patjetër aty mbahet. Aty do ta mbajmë. Ta kesh edhe shqip hapet. Hajde inshallah. Edhe atje mund qendra di Brukselit, pam atë flamurin shqiptare. Do të pyes më vonë se çfarë do të thotë për, më fal, do t'ju pyes. Flas në shumës apo në? Po lëre tash shko në më shumës flas me këto studiot e darkës, unë me ty do flas me ti. Se tash është muhabet, pastaj disi punë do thosh, po ja kemi ngrënë një herë buk bashkë, kështu. Po, do ta përdorëm këtë mos. Shkoj me burum, meqense hapi dyert e Europa dhe u bëm si gjithë bota. Mund të kapësh një krap pule çfarë duash, kush të mbush më shumë. Hajde mirë se gjetëm.
bëft mirë. Tani të salsat i ke kështu për ekspozit apo për t'i provuar? Ato janë për të provuar të gjitha. Që i provon të parën, dytën, tretën, kështu. Po nuk janë Po shumë. mund të zgjedh unë për shembull, Me radhë është emisioni, me radhë. shiko. Vetëm Luli e bëri mbrapsht. Po, Luli e nisi nga e vjeta, zbriti poshtë. Luli gjitha mbrapsht, po unë shiko, po e shoh kështu si më duket si fleta votimit dhe po shkoj duke pesa. Nise me pesën, nise. Me ëmbla është ajo. Tek pesa mbajeni edhe dëgjoj mua. Jo, dakor ashtu tha, për shembull, Luli tha mbahet e katra. Mund t'i vendosin kështu të gjitha te Mimi mos ki merak se tash mbaje ke pesa për provë provoj unë. Po të tjerë ta mbajnë ke pesa. E nisëm me atë që duhet, me pesën, kështu që besoj se e merrni. Pse e bëni kaq të vështirë? Unë e di që e merrni edhe si vjet. Po s'është shiko, Se di pse i më shoni. Domethënë një gjë që duket. dihet, s'ka nevojë për reklamë. Biles, unë them që ka ardhur momenti që ju thoni votoni 4. Voto 4 s'do ta votoj njëri, çfarë do të thotë? tash unë ta thash, mbaje Ose votoj njëshin. as majtas, As djathtas, as djathtas, mua aty në qendër është një pesë e bukur. Jo, e ke gabim këtu, se e tha Adriatic Club, e kisha kështu. Tha në 11 që janë kuti, tha 6 është në mes. Luk, shumë mos ta. Pse? Mos ta e ul nivelin e bisedës. Po pse mos ka të drejtë njëri të jetë pjesë e politikës, se s'e kuptoj këtë gjë. Jo, unë Pse ato që propozon ai shumë të mira janë. Edhe ti ke qenë dikur i para 20 vitesh. E kisha për këtë historinë e mezit. Ku është mezi? Po midis në 11 6 është në mes. Nese. Gjithsesi, votoni 5, ju e dini tashmë, të gjithë ju që doni, sikur se tha ministri këtu, nëse doni shkoni në Europë, 5, nëse doni shkoni në grop, gjitha të tjerat. Si është parashikimi si vjet, sa deputet kapni? Bëj screen kësaj Olso, ta kemi. Ne me votat e diasporës, Me votat e diasporës. patjetër sepse janë shumë votat diasporës arabe. Do të shtojmë pothuajse në çdo qark një deputet mbi atë që kemi marrë në 2021. Që do thot? Se e pashi direkt sa the kështu. Jo, janë shumë. Shkoj mendja ke Vlora. Po mund të dhe ne luftojmë për deputet në 9 në Vlorë. Ardit Luftojmë Bidon përshëndet në Vlorë, suksese ju uroj. luftojmë për të 10-in ose e kemi sigurt të 10-in dhe në Fier. Do të marrim 9 mandate në Elbasan. Do të marrim 20 mandate në Tiranë, 20 Tiranë. mendimi im. Kështu që 18 ishit apo 18 ishit? kemi qenë 18. Po. Do të marrim të paktën 3 mandate në Dibër, edhe pse me punën që po bëhet në Dibër mund të shkojmë edhe përtej kësaj. Do të marrim të paktën 4 mandate në Shkodër Të paktën 4. dhe po ashtu do të marrim 4 mandate në Lezhë dhe llogarit bëj vet sa shkojmë. Po tani tisha që mirë matematikun, Po prandaj kishe ftuar Lulin që unë ndjeva mirë me të. se me Lulin Qose si e i mirë, merr dikë më të keq se vetja është ajo. Gjithsesi, sa ishin se meqense ti je më i mirë? unë kam thënë që ne kemi të gjitha shanset që 75-6 i kapni si të vetë? shkojmë edhe 80 mandate edhe më shumë se kaq. Okej. Ah, Po më fal, pse diaspora duhet të votoj që të hyjë Shqipëria në Europë kur diaspora në Europë është gjatë? Tani këtu tash e bëre si puna e strucit që struci fut kokën tani vetë do bëj edhe çik thot strucin, po. edhe thot jam fshehur nuk po më shoj. Po jo, Tani pyetje. një sekond. Jo, po. E para është që këtu bëhet fjalë për kombin. Këtu bëhet fjalë për të gjithë popullin shqiptar. Unë pazën po them që jam një emigrant diku në përbot dhe aty kam marrë prej shumë vitesh kam marrë pasaportën atij vendi. Jam një qytetar, jetoj në Itali. Po, Po nëna dhe babai këtu në Shqipëri. do vazhdoj të suportoj. Një sekond. Tani dhe këtu është një moment i rëndësishëm për të sqaruar edhe këtë rëndësinë e kësaj pasaportës europiane. Sa herë të ka rënë ty që kur udhton për
për të shkuar në një vend në Europë. Edhe kur zbret atje për shembull në Itali, zbret aty në Itali, e thon albanesi voi qua. Kur cittadino europeo tu vai lì, edhe ti dil shpejt, jo në radhë. Ne kemi gjithë mundësinë që kësaj historie të japim fund. Me pasaportën europiane qytetarët shqiptarë nuk do të kenë më nevojë të rinë për radhë. Me pasaportën europiane babai dhe nëna e një emigranti që jeton në Itali nuk do ketë më nevojë që llogarisit ditët e ke pasaporta, mos mu bën 90 ditë nuk shkoj dot më ta shoh çunin. Mund të rrisë sa doj. Me pasaportën europiane një qytetar shqiptar mund punoj në çdo shtet europian pa pasur më nevojë për të marrë radhën nga ambasada gjermane për të ardhur faksi a letra dhe ndodh shpeshherë këtu që ty të vjen kontrata punës, po s'të lën ditën e takimit dhe ty të marrë kontratë e punës pa të ardhur ditën e takimit. Te ambasada X apo te kjo histori mund marrë fund. Me pasaportën europiane ti vllai yt ti e ke mbyllur këtë pjesë të jetës së studimeve, apo motra jote mbaron shkollën e mesme në Shqipëri dhe mund të zgjedhë të shkojë të studiojë në çdo universitet të Europës pa u dashur të trajtohet si një student ndërkombëtar me pagu taksa ekstra. Por mund të studiojë në universitetin shtetëror të X vendit pa që nevoja të paguajë asnjë taksë. Përveç asaj pjesës tuition fee apo ajo pjesa që lidhet le të themi me gjërat administrative. Sigurisht. Gjithë mirat pra. Pra, jo gjithë mirat. Është një moment që na e ka sjell, mos tash të kuptojmë, qeveria ka bërë një punë shkëlqyer në vitet e fundit sa i përket reformave. Po. Por mos harroj është dhe konteksti gjeopolitik i momentit. Dhe ne duhet të kuptojmë që për ne shqiptarët është hapur një dritare tek e cila na thon vraponi se nuk do jetë hapur për i kohë gjatë. Mund të mbyllet dhe nuk dihet kur hapet më. Dhe prandaj votojmë pesën. Dhe prandaj votat e pesa nuk duhet kësaj radhe një vot hajt se të plotësojmë numrat, se numrat janë. Duhet i vot për t'i dhënë Partisë Socialiste i mandat 4 shumë më të fortë se të 3 mandatet e tjera. Jemi 15 minuta pjesa e sponsorizuar e emisionit mbaroi, për kaq ke paguar, tani flasim hapur. Se bishaka. Shkojmë tek do provojmë një salës dytë, se do ma respektosh çik formatin. Tash sqaroje këtë punë se do fillojnë. Do dalin këta po një sekond po shpall faturën. Publiko kontratën. A ke njoftu Celibashin? Nuk kam asnjë përfitim, un kam vetëm 2 sponsorat, Lufra KVC, më fal 3 dhe Argjendari Donaldo, kaq janë. Lufrën kam shumë respekt. Po sigurisht, biznesi konsoliduar. Tani do provojmë në një salë tjetër. Ma respektosh, po ja. Po kap një mosukur se janë shumë të mira. Dëgjoj. Po sa fushat bëre. Shiko, unë kështu nise nga më djeg, do ta hash më djeg. Ta politikanët e para fushatës bëjnë çfarë duan në këtë emisionin tim. Imagjino kur vinë në pushtet. Po shkoj këtu në fund. Kjo është më e forta? Ajo është më pak. Më pak. Kush është më e forta këtu? E 8-ta. E 8-ta ose e 9-ta? Por nga i numëron ti vëlla, unë i numërova që këtej. Numëroj nga ti numëron majtas për djathtas apo djathtas për majtas? Shiko, nga zemra fillon çdo gjë i madh. Nga majta braç. E 2-ta ose e 3-ta? Atë këtu është. Po. Këtu është më djegsja. Po varet, mund të jetë ajo më parë. Ha mor ti tash ndaja këtë punë. Imagjinoni të pyet ty këtë votosh, ha. Jo më selvesh. Dakor. Kisha një megjithëse di që të pëlqen çik filozofike si natyrë. Kisha një pyetësor, do ta hap. Merr që atë. Më s'është ai djegse. Po, është më freskus qumshti, ta dish, unë ta them se të dua të mirën. Po, ç'është lufrës dhe piun, po. Ashtu. Të bëj ca pyetje filozofike? Urdhro. Janë shumë pyetje që kam me qef. Jam munduar që bazuar në profilin që kanë këta filozofë dhe filozofinë që kanë shprehur kundrejt njerëzimit, të mundohen të replikoj në një pyetje të mundur nëse ata do të kishin përballë. Për shembull, Platoni, i antikitetit. Se edhe nga Boshi. Erdhën reklama.
Jo. E bëra si Çani. Te tërën Rakulli. Jam dhe nga borxhi dhe çar. Ja. Dhe Plato i thon në anglisht Platoni në shqip. Platoni thashun. Jo se E rregullova, Platoni thash. Platon. A mund do pyeste ai, Zoti Balla do thoshte, a mund të ketë ndonjëherë drejtësi të vërtet në një shtet nëse udhëheqësit nuk e dinë çfarë është e mira në vetvete? Mund ta përkufizosh të mirën politikën shqiptare për shembull? Që unë me formim jam në Nuk do ta pyeste Platoni degën këtë? e filozofisë dhe nuk më takon të bëj gabime. E para mendoj që nuk e di ku e ke marrë këtë perifrazim, sepse mos harroni asnjëherë që Platoni është ati themelues i filozofisë greke dhe ose le të themi si nxënësi Sokratit. Po. Biri aty. Dhe supozohet se sepse Sokrati nuk la gjë me shkrim dhe ajo që na ka Dante ngelur Ky, nga po. Sokrati është pjesa që janë dialogjet që Platoni shkroi si dialogjet të Sokratit me qytetarë edhe me njerëz të ndryshëm. Dhe mendoj që kjo pjesë tu lidhet me një prej veprave të tij më të mëdha, pra dialogjet e përmbledhura që quhet Republika. Dhe aty se duhet ta jem korrekt në këtë. Dhe aty flitet për konceptin e njeriu të drejtë dhe njeriu i drejtë në konceptin e shtetit të së drejtës. Dhe në fakt ngjan i parë mënyrë ngjan me edhe me këtë kontekstin sot. Shqipëria kurrë më parë në to 112-113 vite shtet nuk ka pasur një shtet të së drejtës që e ka sot. Dhe për u kthyer te Platoni, Platoni flet për Kalipolin. Kalipoli ishte qyteti hipotetik I miri. i miri. Dhe pyetja që shtrohet është kush është më i gëzuar? Ose kush është më i qetë? Njeriu i drejtë apo njeriu i padrejtë? Sklavo pronari. Jo. Në atë realitet ai Kështu që ishte. e kthyer kjo në të tashmen, pra në ditën e sotme, mendoj që Shqipëria sot duhet jetë krenare, që më në fund, pas një shekull e pak shtet, ne po bëhemi, jemi në rrugë, kemi shumë për një shtet i së drejtës. Dhe koncepti i shtetit së drejtës është kur përpara ligjit Jemi të gjithë barabartë. nuk kam Republikë. fort funksionar të lartë politikan që bëjnë çfarë s'bëjnë edhe nuk përballen me drejtsinë. Nietzsche pyet, a është pushteti një provë force apo thjesht një mbijetesë e veshur me kostum? Kur njeriu e shikon në sy politikën për shumë kohë, a e sheh edhe ajo njeriu? Është pyetje, se nuk doja të gaboja. Tani Nietzsche. Ja, fillojmë. Ja, të shpjegoj jo, Nietzsche. nuk do i fare, është filozof fatkeq, sepse As të pëlqen Nietzsche. ja. Domethënë në kuptimin u largua nga jeta shpejt, vuajti shumë. E pra, i vuajtur ishte. Edhe ato që lexojmë janë dorëshkrime të përshtatura nga e motra. Dhe të përshtatura në një kontekst që unë besoj që Nietzsche nuk ka dashur të përshtaten kështu. Sa i përket asaj që thua, të jesh i zgjedhur në Kuvendin e Shqipërisë, antari i Kuvendit të Shqipërisë, është një nder i madh. Por është një përgjegjësi e madhe. Dhe pyetja që shtrohet nga herë është, ka satisfaksion kjo detyra që ti bën? Dhe unë mendoj që satisfaksioni është kur ti realizon ose forca politike që ti përfaqëson realizon një hap të rëndësishëm, bën një investim të rëndësishëm, përmbush një pritshmëri të madhe të qytetarëve. Dhe në këtë aspekt, unë e shoh si të tillë politikën. E shoh si të tillë pushtetin, pra si një mundësi që ti ke për të dhënë gjitha energjitë tua dhe për të dhënë
gjithë kontributin tënd për të realizuar, për të përbushur një pritshmëri. A bëhem unë deputete pse apo të investoj për që? Po kësa radhe kemi mbyllur. Jam vonë. Kam pyetur. Do të të çoj në 2029-ën, do të të çoj Se do jemi linkun futur në Europë. deputeti që duam.al Okej. dhe aty do të shpresh interesin tënd. Unë shpresoj. Dhe shiko, se kjo nuk është se ti je mësuar këtu me këta Lapi, Luli, çaj kishe pasur. Unë jam mësuar përpara. me ta? Jo, që vinë këtu edhe të gënjejnë, ne s'gënjejmë. Mbaje mend këtë. Kujdes, shnoje. Ore shikoj, edhe po su bën një gjë e madhe, domethënë unë shofer, për shembull një Për këto nuk ka aplikime. Për këtë s'ka aplikime. Okej. Shumë shpejt këto. Konfuci pyet, u thej si më i mirë është ai që njerëzit nuk e ndjejnë fare që po ju u thej thotë ai. Shumë e bukur kjo. Ore, dakor. U thej si në Shqipëri nuk bëhet kjo apo jo? Shiko, provimet e filozofisë kanë mbyllur në 2000. S'do të më përgjigjesh. Pa atëherë, shiko. E para është që nuk përshtatet me popullin tonë. Nuk përqaset Konfuci me ne. Bukur. Dhe jo, shiko, ne jemi një popull mesdhetar ballkanik. Duan të prekim, të shohin, të flasin. Dhe këto janë disa prej elementeve që nuk i gjet dot ke Konfuci. Shumë e qartë. Ai thot mos i ndjesh fare. Ne duam ta ndjesh çikt. Do ta. Unë jam shumë krenar që mbështetësit e Partisë Socialiste e ndjejnë këtu. Nëse do edhe zemra prandaj është majtas. Qartë, po kur vi unë që të prek zemrën ty vi nga e djatha. Po lërë mërë ti. Se të kam për... Ti futi në salës. Unë do t'i futi në salë. Me merret një se me respekton formatin, po more edhe në një salë tjetër. Po lëret më dali ajo të merret. Doli. Ti fole 6 orë filozofi, ka dalë ajo harroj. Harroj dhe salsa. Po ti e pe që ke njëra ke pyetjet që kisha për Platonin, vazhdoja se po m'diqte. Një djegje. Edhe nuk e ndërprisja dot. Mirë, do iki nga filozofia se e kalove provimin. 10 absolute. Nuk isha dyshim në fakt ato kalove provimin, megjithatë do të bëj një pyetësor për Bayernin, meqense tifoz i madh i Bayernit. E para herë. Jo, me që jam tek filozofia dhe kam ditë. Çfarë do bën? Si ta kuptosh në një dhomë kush është ministri? Dëgjoj. Me që jemi në kohë Pashkës. Me që jemi në kohë të Bashkës? Jo më çabët, Pashkës. Të Pashkës, tash se në kohë të Bashkës do ishte perl. As ka qenë, as do jetë në unë, po flas për Pashkët. Po pse i bini të shkretit? Një fest shumë e rëndësishme e besimtarëve të krishterë. Po. Por që them të drejtën, ne në Shqipëri, falë edhe bashkëtesës ndërfetare e festojmë. Të gjitha, po. Edhe ka një moment ose një histori të bukur brenda Biblës, kur do të ishte një moment Jezusi ngjitet në malin e Ullinjve dhe pastaj zbret në tempull, dhe ndërsa ishte në tempull vinë fshatarët, farisejt, duket. Edhe sjellin një zonjë e cila kishte shkelur betimin e kurorës. Edhe zonja, edhe vinë këta dhe thonë, shiko, i thonë Jezusit, thot, tani thot kjo ka shkelur, tha, dhe dënimi për këtë, tha, parashikon, tha, që të goditet me gur. Të vendosë ke muri dhe godasi me gur. Edhe Jezusi merr dhe shkruan të thotë dakor thot, por ta godasin vetëm ata që s'kan mëkatuar. Në këtë rast, edhe një sekond, po dëgjoj deri në po më fal, të kërkoj ndjesë deri këtu e dion. Po. Edhe vazhdon aty. Edhe tani këta gjithë ata që kishin ardhur gjithë vrull që do bënin zbatimin e parashikimit të dënimit, filluan tak, si puna këtyre tuat ikën gjithë. Edhe aty ngeli vetëm Jezusi dhe ngeli dhe kjo zonja. Edhe i thotë vetëm ti ke ngelur kur ikën këta. Hajde se po të biuni, tha Jezusi, se vetëm ai ishte shpëtatar. Edhe ai tha, kësaj radhe tha je falur dhe ti tha. Po mos e bëj. Por mos e bëj herë tjetër. Qartë. Tani besoj e kuptova ku e kish. Unë e kuptova shumë bukur këtë. Domethënë, të bëj një pyetje mbi të? Jo, një sekond. Jo, s'më lë të bëj pyetje. I gjithë e kuptoni i gjithë konteksti i diskursit politik sot në Shqipëri. Është shiko se kanë ardhur disa që
nga këta që thonë shiko se këta, se të gjithë këta janë të korruptuar, këta të bëjnë dhe gjyqin këta që janë të merë, këta që bëjnë gjyqje. Dhe gjëja që duhet kuptojmë dhe është shumë e rëndësishme është që ne shqiptarët dhe ka një do të bëjmë mund të kalojë në vendin tënd dhe ti të kalosh në vendin tim. Ti jem unë ministër me kënaqësinë më të madhe. Po patjetër edhe unë të jem gazetari që bëj pyetje. Po sigurisht. Edhe bëj një ushtrim. Si ministër. Po si duash ti, po edhe si qytetar. Të kap që pozicionin më i rahatuar. Se Fol. kur hyn Facebook, për shembull, një prej shprehjeve më të shpeshta të një farë mënyre të një pakënaqësie të një pjesë njerëzve. Po. Është, ju s'bëni asnjëri, ju jeni të gjithë i lloj. Jo, nuk kemi të gjithë i lloj. Si jemi ne të gjithë i lloj? Unë nuk jam i lloj me Sali Berisha. As kam vrarë për të mbajtur pushtetin. Po. As kam vjedhur prona publike. Dhe as kam vjedhur zgjedhje. Asnjë nga ato. Dhe s'mund të thua, jo. Jo, si janë një lloj, është e vërtet. Po prit. Vinë dhe këta që vinë tani. Po keni të njëjtin efekt të popullit, ky është problemi. Pra populli si intereson. Atëherë këtu e brenda. Pse? Sepse unë jam ministër. Jo, po. Brenda. Kur isha në shkollë, kisha një profesor logjike i cili na bënte një pyetje. Edhe thoshte. Po edhe nuk po e vjen në kontekstin e Shqipërisë, unë kam bërë shkollën në Rumani. Edhe thoshte, të gjithë rumunët janë politikanë. Se nuk ka gjithë populli merret me politikë, ashtu apo? Po e njëjta gjë si Shqipëria. Edhe pastaj thoshte, të gjithë politikanët janë të korruptuar. Po. Del që të gjithë rumunët janë të korruptuar. Po s'është vërtet. Po jo të gjithë rumunët kanë pushtetin politik. Një sekond, se re brenda. Jo, nuk është brenda, unë jam re edhe ka jo e të mërshmja. Ka jo salse të mërshmja. Kam krijuar tolerancë. Pra, e para është që ti nuk mund të thush që të gjithë politikanët janë të korruptuar. Unë nuk e thash atë. Jo, po flisë për logjikën. Pra, dhe e vërteta është që këtu ka disa njerëz, një pjesë të madhe, që kanë marrë përsipër të mbështesin fuqimisht ligjet, kushtetutët, ndryshimet, tjera para, që kush korruptuar të dalë para drejtësisë. A mund të bëj dhe unë tani ministri? Tani unë po kthehem tek ministri. Jo, po unë s'isha në asnjë moment ministër, se ti. Po s'ditë ta ushtrosh më valla, e patë mundsinë. Çfarë duhet kisha bërë? Po çfarë? Të kisha thënë pusho? Po ku diun mund të kisha nxjerr për jashtë. Jam si Blend Fevziu tani. Duhet të them tjetrit pusho në të fol. Unë prita pyetje. Do të bëj një pyetje dhe as gazetari unë. Foli tha të tillë dhe mua s'më la. Gjithsesi. Urdhër. Nuk se kuptove, ti ishte retorika jo? Unë po isha gazetari. Po ti s'po më pyesje, ti po më thoje. Jo, po është një emision tjetër, jo ke Fevziu, ke tjetër që ai që të ka ftuar, ai edhe flet. Dakor, unë s'jam ai. Unë mundohem që ta respektoj të ftuarin, është mysafir. Megjithatë do thoja që në këtë logjikë, edhe pse është e kotë që ta them se prapë do gjesh diçka për të më thënë kundër, kështu që është muhabet që e vazhdoj kodun, por në këtë logjikë do thoja që në Shqipëri njerëzit gjykojnë efektin e politikës. Nuk do t'ja dia është emri A, B, C apo Z. Ai thotë, efekti i politikës është negativ për një pjesë popullit, për shembull, janë pa kënaqur ekonomia, mungesa e infrastrukturës, korrupsioni etj. Me radhë. Po. Unë s'jam kundër, por edhe një koment do të bëj, meqense më the për Krishtin dhe për zonjën që do lidhej dhe do godisin. Ju pse i bini Lulbashës? Çfarë ka bërë gabim Lulbasha që e godisi me gurb? Çfarë ka bërë gabim Saliu që e thoni dhe buf, që është mungesë respekti për liderin e opozitës? E para është që epitetet, sinonimet, nuk janë fyrje. Madje, po të krijosh dhe një metaforë, cili mund ta çosh deri në sarkazëm, po. Dakord. Ajo që unë po them dhe i ndaj, domethënë pavarësisht se mund të keq interpretoj. Pra, e thua se shakaja, kuptoj pjesën e bufit, patjetër. Dhe në fundit unë po them që ky njeriu i cili ka 34 vite aktive në politikë, se tani kemi marrë vesh që pasaj qenë edhe kandidat për ministër i Enver Hoxhës dhe Ramiz Alis, kuptonte? Ky njeriu. Jo, se janë thëshë teme, kanë dalë letrat i madhje. Përse unë s'kam folë kur me thëshë teme merë kush meret. Ale, ja kanë bërë me Photoshop, me kompjuter. Kë mori kanë bërë? Me kompjuter janë bërë që në pesën e partisë punës, atë... Komunistë kanë qenë gjithë.
Po dakord, Është i thuash Galileo Galilei ishte i krishter. Dakord, Të dakord. gjithë krishterë ishin atë. Dakord, po që të hypje në varkën e familjes Envero apo të shkoje në shtëpinë e Enveroxhës, nuk shkonin dot I gjithë. vodhi zemrën. Kardiolog është Ka ai. qenë këngë hajduti zemra. Po kardiologët ashtu janë gjithë. Mirë, dakord. Kështu që ky njeriu që ka 34 vjet. Dakor, mos të lutem, mos të shaj më atë, ose mos ta përshkruajmë. Ta Kur e përshkruajmë. dëgjove, kur e dëgjove të Po shkretën. buf. Po Buf. nuk është sharje më. Nuk është sharje buf. Është fiks buf. Apo ke shpërshkrim thotë. Po. Dakor. Që ushqehet me gjarprim, me ku diun, harducka me. Me që se ishim të gjerprind, ke dalë një deklarat ke thënë tek Ilnisa Golli e pash që nuk e frikë. Dhe në folklorin ose perceptim folklorik ka thënë që thonë vetëm një kategori njerëzish nuk ka frikë. Dhe unë e di që si e fare ajo kategori njeriu, bile si e eksaktësisht definicionit kundërt të asaj kategorie të njeriu. Tani në mjekësinë, në psikologji, njihen vetëm kategoria e skizofrenëve që nuk kanë ndjesinë e përjetimit të frikës, po themi. Dhe kjo nuk bie në këtë kategori. Si shpjegohet, në çfarë konteksti e ke thënë këtu nuk kanë frikë? Në sensin që është shumë i guximshëm, se për shembull, një njeri që ke thënë që beson shumë në Zot, nuk mos ketë frikë. Në çfarë konteksti e ke Ja, thënë? një sekond, se këtu gabove tani. Hyre në lëm të gabuar, zoti lam. Tani Jo pra, un kam të drejtën të pyes apo jo? ke gabim pra se po ke besim në Zot, s'ke frikë. Pse? Por Frikë nga gjykimi. një sekond. Po, s'ke nga frikë gjykim. nga gjërat e jetës përditshme po flasim. Po Të vetëm që edhe atë tjetër ta heq Zoti, po un kam folur për një moment tjetër, pra. Në çfarë konteksti? Kam thënë që kur isha i vogël, Kapje gjarprind. gjarprim, harducka, pesh e çat gjeje. Dhe për një mosh, 10, 11, 12 vjeç, kjo ishte një shprehje e mos pasurit frikë dhe jam mësuar, kam thënë, dhe i qëndroj asaj që kam thënë, jam mësuar që gjarpri goditet te koka. Ky ka qenë shpreha dhe Sidomos në dimër. po në dimër flej. E po prandaj. E lezetshme, s'ke ç'i thuash. Nuk po e zgjasim shumë se pastaj do na thotë Ilnisa po këta emisionin tim po diskutojnë. Jo, Ilnisën e përshëndesim e duam shumë. Po pse jo? Ilnisa. Bukur, okay, ishte në këtë kontekst pra. Në këtë kontekst. E kuptoj. Po ke frikë ama. S'kam për Afrikë se më të shmonde. Ama tani në sens ke frikë. Në të shkuptim, Në sensin e gjykimit e okay, ja ta bëjmë pyetje tjetër. pa. Je tek dera e parajsës. Ke frikë mos të largojnë? Po shiko, ti nuk gjykohesh në atë moment, ti gjykohesh për çka ke bër. Po ti e di çfarë ke bër. Po, shiko, ta thash. Sot them unë. Si thash parë. Si tha Krishti tha, të gjuajnë tha vetëm ata që s'kan mëkatuar. Në gjithë fshatin nuk kishte asnjë. E ne futëm Shqipërinë në Europë, ta s'do futemi vetë parajs. Mirë, shkojmë tek një quiz tani ta bëj për Bayernin. Po këtë ku e gjete. Tani Po të ti lutem. pas E para një herë të Ore, ti pas ke zhbiruar mirë në mund të njoh mirë, kujdes. I kam bërë detyrat e mia thjesht si Urdhra. gazetar. Ti tifoz i ta kisha vërtet. ditur kisha marrë dhe djali me vete sa i mban mend datat, Ashtu, ditët, golat. gjithsesi besoj se janë pyetje që duhet i dish. Dhe një herë ngushëllimet gjithë tifozëve të Bayernit, jo vetëm për faktin që u eliminuan nga Champions Liga, por për faktin që u eliminuan nga Interi. Dëgjoj, jo. Është si të rraf PD-ja. Shiko, një prej drejtuesve të Bayernit ose një prej ish emblemave të Bayernit Pse ma bën serioze ja? tha një gjë të bukur, tha, dëgjoj, tha, më mirë tha të humbim me Interin. Se sa me Barcelona? Jo, se sa të humbim finalen në 30 maj në Allianz Arena, kështu që. Nëse kjo s'mu duk filozofi gjermani, gjermanët nuk mendojnë kur se do humbasin. Megjithatë duhet komplimentuar Bayerni për mënyrën se si zhvilloi lojën brenda San Siro. Fal, se tani hyre në këtë dhe prap. Bayerni ishte në momentin e vet më të vështirë me numrin e madh të mungesave që kishte. Një ekip i të cilit i mungojnë 7 lojtarë kryesor. Po mbi të gjitha i mungonte gjithë truri i ekipit Musiale. Doli shumë mirë.
Jo, luajtë të vërtet shumë mirë, gati si Kjo do dhe pak Barcelona. fat, sikur ta kishte bërë ai Mülleri pra unë atë golin tek ai momenti. I heqi Thomas Müller për zotin s'ta them kot. Cili është emri plot i akademisë së të Bayernit, i akademisë që ka hapur në 2017-ën? Do të jap 4 alternative. FC Bayern Campus, Sabener Akademie, Sabener Strasse është rruga ku është klubi i Bayernit. Jugendzentrum München. Jugendzentrum München. Po, dhe këtë se them do të unë, po Bayern Nachtschatzhaus, që faktikisht se them do të thotë s'është. Tret parë. Tani ky është pyetje tash. Është shumë e vështirë. Po Po do të jetë. ndihmon. Të ndihmoj. Po Fillon me Bayern. po Bayern Campus, pro. Junge Campus. E gjete, pa ndihmën e askujt. Jo më jo. Kjo s'ishte pyetje. Kjo është pyetje si quhet. Thash mos kisha arrit deri aty. Po, jo kam qenë në Sabener Strasse. Po pra, Kam qenë në Sabener Strasse, jam takuar me drejtuesit më të lartë të Bayernit. e shef, prandaj të pyeta. Atje. Në cilin vit Bayern humbi finale e Champions League në shtëpinë Allianz Mos Arena? më fol pra. Ka qenë në vitin 2012. Bravo. Deri në minutën e 88 ishte 1-0 për Bayern. Para zon Drogba. Didier Drogba krosim nga krau i djathtë. Një corner. Tek corner Po, bërë. dhe cep mund cep aty. Sa keq, ajo është e Një patrik. sekond, se prit se pastaj në gjithë në shtesë Arjen Robben humbi penaltin, që do kishte fituar. Dhe humbën Shkoi, prapë penaltit. Po E tmerrshme ishte ndeshi. Kur s'do ama, e humbi Olic, njërën penalti dhe Bastian Schweinsteiger të dytën. sa herë ka eliminuar Bayerni këto vitet e fundit Barcelonën? Sa herë ka dalë përpara? Sa herë ka dalë përpara? 3 herë prapë. Nëse na keni shikoni jam me Barcelonën, na keni rrahur shumë keq. Jo, po ju kemi dhënë trajnerin ton që fituam Champions League-ën. Kështu që Ne i falem bukurit Champions League në futbollit. fundit e kemi fituar në 2020-ën dhe ju Me Flikun. Jo, me Flikun patjetër, po mbani mend gjë si keni dalë në 2020-ën me Bayernin? 2020-ën ishte një Jo, periudhë ishte që pandemia, s'ke faj. po ishte pandemia, E di ishte si- një përçarje në ekipit. Kjo e jotja tani më duket se 8-2 kemi fituar aty. Kjo më duket Mund ta si kuptosh që është tifoz, se Jo, shiko jo. si mori zjarr E tani. di si më duk Doli kjo tani u ka personalisht me Kjo mua. e jotja tani më duket si konferenca për shtyp me 12 maj, këtyre që do humbin 8-2. Pse 8-2 do shkoj, Po 8-2 është personifikimi kur qartë. kur humb mirë. Jo, e di. Edhe ti fillove kështu se shiko se ishte pandemia apo jo se na i vëlla. Fikse që siç e di çfarë me Interin. Cili ishte sponsori kryesor i Bayern Munich, këtu duhet ta dish me patjetër para se të jetë T-Mobile. Të kujtohet Fanele cilin kishin sponsor kryesor? Mos më thuaj që ke harruar atë. Është mark makine. Opel. Korrekt. Cili është transferimi më i shtrenjtë në historinë e Bayernit, megjithëse tek para atje nuk të fal. Po Harry Kane është Korrekt. Dhe këtu s'pas dhe nga vjen emri. Bayerni nuk para harxhon shumë, po aty harxhoi 100. Po harxhoi 100 milionë euro për një 30 vjeçar, shumë harxhoi. Si e konsideron? ka si justifikuar. deri? E ka justifikuar. Tani këtë vit e ka e prishi fare. Po pse raj në ndeshjet e rëndësishme? Kështu që Bayerni këtë vit bëri gabime me disa blerje. Bërje Me me Eton. kompaninë do thoja së shumë. Me Eton bëri gabim blerje. Po pse? Po Me me këtë- alamet ekipi ka Po pse me këtë bojen? Me kë? Boje. Këtë se njoh fare do po. thotë që ka bërë Je blerje lart. vërtet gabuar. Dhe emri bavarez vjen nga emërtim nga një mbret bavarez, nga termi Bayern që do thotë Bavari, shteti gjerman ku ndodhet. Po mos vazhdo më. Kjo është si ajo alternativa. Kjo është pse quhet Bayerni sepse është Bavaria, Bayern. E qartë. Kjo është si një alternativë nuk më është fiksuar, po ishte diçka tipit i thot një i bëhet një pyetje një bashkë. Tash apo jo, ti si jemi pyetje jo gazetar ti. Tash se këto shifrat, shumë pse ka shkruar Bayerni këtu Mia San Mia. Çdo të Ata dohet Jo. do ta lidhësh prapë, po e lidhe me PS nuk le ta thuash. Jo prova ne jemi. Do ta lidhi. E lidhi prapë. Është të mërshme. A është PS Real Madridi i politikës shqiptare? Po tani po flisim për Bayern Munich. Po çe do Bayern Munich 6 trofeka? Po. Duhet luajmë sal, më luajmë sal më bëj qefin. Mund ta bëra qefin. Shko. O ministër, të lutem. PS-ja është Real Madridi në Spanjë. Është Brazili në kontare? edhe Bayern në Gjermani. Okej, dhe Ajaxi në Holland. Po në Itali kush është? Po Juventus o burr. Juventus çfarë do thoshte? Të gjithë me Juventus janë. Jo, këtë vit është Interi. Jo, nuk tradhtojmë. Dakor,
Pse është Real Madridi, po nëse do hape i vari, mendon se rezultati do ishte i njëjtë? Ten. Të thash, edhe ngulite. Partia Socialiste i ka fituar të gjitha përballjet me kundërshtarin e vet. Ashtu thotë Fiorentino Perez, po. Jo, i ka fituar. Vet luan futboll? Po luaj. Luan mirë? Luaj mirë, kjo është fjalë e madhe. Varet me kë luan. Shko, e rëndësishme është që luaj me qef. Luan me qef. Ç'a pozicioni? Sulmos. Tjetër. Shënon, se u mbyt. Po tani, po na erdhën me pasë mirë edhe. Ja, varet kë. Zakonisht portier i ke një sekond tash se të ministrisë janë portierët? Jo, se do thon këta sponsorët e tu, pastaj erdhi Taulandi dhe Po. Kush ishte tjetër e rënd nga ato? Ja. Prap të më. Po sa e lyre? Po ha, ja. Hajde. Po vetëm ta pris se bëra shumë. Ja, nga që se ka. Po nga e majta më i madhi. Kush është e majta e rrethit? Në një rreth kush është e majtë? Jo tash po më lër tash. Edhe Gjarbris të ngacmon ku. Po, kur pi ujë thon. Dakor. Kjo është më të merr akoma. Dogji? Mos e mendo negativisht. Mendo se kështu do digjen demokratët kur të vinë zgjedhjet. Jo demokratë. Kjo është ajo çdo përjetojnë ata ti, mos e kalo, domethënë njeriu duhet të jetë pozitiv. Dogji kjo. Demokratët janë shumë të mirë. Kur është hera fundit që ke qarë? Përveç eliminimit të Bayernit. Kur kam qenë i vogël. S'ke pas ai film për shkak që të ka emocionuar, jo të qartë kështu. Ë? Je njëri që emocionesh nga filmat i përjeton ose nga muzika ose nga arti. Përveç kësaj salsës që kështu emocionon të gjithë. Po këto i shisnin këto salsat? Po. Apo i keni kështu i runi për ne? Unë do ta fal një që t'i japësh kundërshtarëve në fund të zgjedhjeve. Megjithse atyre nuk i bën. Jo, plumi me plum, se nga që do të djegë rezultati. Ta bëjmë çi pushim se. E bëjmë. Ishte djegse kjo. Përveç gjithë të mirave të botës që numëron. Ndrysho titullin e emisionit se na morëm qaf. Pse? Po e të merr fare, nuk flak fare. Ti nuk e di që ky emision është sponsorizuar nga Partia Demokratike? E keni bërë me qëllim. Po si munde, vëri thonë. Nuk dorëzohen. Po kur s'u kanë bërë gjithë këto vite, domethënë sensin lufta politike, këto janë asgjë. Megjithatë, çfarë do nuk do të shkosh besoj në salsa. Kjo është me djegse që provove, ja. Tani të tjera. Kjo është me djegse. Tani s'ka më kuptim fare të provosh. E vërtet është, e vërtet. Të gjitha të mirat, i numërove. Do na fusin në Europë. Nëse duam Europën PS, nëse s'duam Europën dhe duam Europën, të shkojmë me gjitha të tjerat. Keni bërë vetë mirë të refishuar ekonominë, do rrisni pensionet e tjera me radhë. A ke bërë diçka keq? A ka diçka që mund ta kishe bërë më mirë? Tash ne e themi shpesh edhe disa e marrin si shaka, po. Ne nuk jemi më të mirë, por më të mirë se ne s'ka. Jo, çfarë keni bërë ju keq është ide. Për shkakun që keni reflektuar, këtë mandat që do vini, do t'i rregulloni. Po prandaj na duhet mandati 4, rregullojmë ato që s'kemi bërë, edhe të mbyllim pjesën që lidhet me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë do t'ja jap. Unë do ja jap. Ti do votosh? Të votoj. 5. Po sigurisht. Unë Unë votoj në zonën ndër. Ti voton Borsh? Unë jam për Tavon, për zonën ndër, për Shëndes dhe punë të marr i them Tavo se fillon turizmi tani, fillon sezoni. Mbare mirë, na bëre. Po hapni sezonin pas sa ditësh. Hapim sezonin, kështu që zoti Tavo rregulloni gjërat në Borsh aty, edhe Tavo ka një rrugë këtu aty në Borsh, atë mos ma harro. Faleminderit shumë. Nëse ka diçka për të shtuar? Jo, s'kam gjë për të shtuar. Asnjë gjë. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu me mua. Faleminderit që pranove sfidën. Faleminderit që provove edhe më djegsen. Gjithashtu të uroj shumë suksese dhe të respektova dhe do thuash, ja kam ngrënë me tavlandin buk, jemi ulur në një sofër. Unë këtë faktin që jemi ulur në një sofër, po, sidomos për edhe në një ministri të brendshme prapë, për shembull, ta përdor shumë keq rrugëve.
Kujt i flet kështu ti. Jo, shko. Megjithatë unë s'kam përfituar kur nga politika dhe s'do përfitoj kur nga politika. Me që ma Përveç se po më bët një ofertë. Me që ma the këtë dhe ke dëshmitar, më merr isha ministri i brendshëm edhe kishe pak kohë që kishe mbaruar njëra nga puntatat e Big Brother. Edhe më merr Luiz Eli në telefon. Edhe thot, alo, thot, ministër, thot, si e, mirë. Dëgjoj tha se më kanë ndaluar këtu, tha, në diku, tha, më kanë ndaluar polici rrugor. Edhe thash unë çfarë problemi ka? Po, tha, kështu. Ma jep që punoj në polici, po. Vëri gjoba më të madhe këti. Sipas asaj që përcakton ligji. E kuptoj. Kështu që mos e tenton. Mos ta përdor, ë? Jo, se s'të del mirë, jo për Po përdor. Duke të falenderuar, i ke çik ca simptoma të djegjes, e kuptoj edhe unë. Nuk e di a doja dal gjallë në fund sezonit nga kjo eksperiencë, megjithatë. Të djegura të tilla paçim gjithmonë. Të lumt goja. Unë do të falenderoj, do të uroj shumë suksese, fito fëmijë i mirë, i them unë, dhe Po ti e deklarove tani ç'është kjo? po fiton fëmijë i mirë, nuk kuptohet që është PS-ja tani pse Benci në Europë dhe PS-ja në Shqipëri nuk ka nevojë për reklam. Hajde gëzuar pra. Gëzuar Nuk bëhet me me ujë ujë. s'bëhet, po. Po, Dhe gjithashtu, dhurata nga Argjendaria Donaldo është për ty. Gjuhën mors ti me siguri e di, ndërmjet gjuhës mors, duke lënë hapësira, po unë si mbaj këto. po du t'ja bësh dhuratë dikujt. Mund t'ja bësh. Kjo shkruan familje me gjuhën mors. Do Me gjo- qenë se ti e familjar dhe A mund të ta bëj dhuratë ty? ma bësh mua familjen Po. dhur. Jo, Jo, do ta prit, pranosh. prit, Të lutem, do ta pranosh. Po, kurta. Do ta pranosh se nesër dej. Faleminderit Argjendari Donaldo për këtë dhuratë speciale. Faleminderit KFC dhe Lufrës që janë gjithmonë me mua. Faleminderit shumë Taulant. Të uroj shumë suksese. Konsideroje listën 2029 që ti jem pjesë, deputet. Jo, konsideroj e ti. Unë i hapur jam. Po mos harro pra. Po desh on të lusë. Sepse është deputeti që duam është një iniciativë shumë e bukur. Edhe e vërteta është që plot djem e vajza që konkuruan tani më janë pjesë e ekipeve tona. E kam kaluar moshën? Ti mo? Ja, akoma. Ke edhe pak. Deri në çmosh jemi. Tani s'po flasin për morë se ka kohë. Ka mundësi. Miq, faleminderit që na ndoqët. Mos harroni na bëni follow në të gjitha platformat tona, Instagram, Facebook, TikTok dhe sigurisht YouTube. Shihemi puntat në radhës, kalosh i bukur.